Salamu alaikum. A lejohet me punu femrat në pizzeri gjatë kohës së gjumas? Aleikum salam, rahmetullahi barakatuh. Kemi dy kategori të njerëzve karshi gjumas. Ata që e kanë obligim gjuman, edhe kategoria dytë ata që nuk e kanë obligim gjuman. Ata që se kanë obligim gjuman janë gratë, fëmijët para moshës së pubertetit, njerëzit me rrethona të caktuara për x arsye, nuk du të hynë shumë detaje të kjo pikë, këtyre personave që se kanë obligim gjuman, të gjithë mëdhëpet e dietarëve, të gjithë mendimet edhe shkollat juridike e lejojnë që me shit, sikurse rasti të puna e pizzerisë ose marketin me pas edhe me shit aty. Ndalohet për ata që kanë obligim gjuman me shit edhe me ble. E tash, në këtë rast, ulemat e kanë bërë një dallim mes shitjes në market edhe kontratave më të mëdhaja. Kontratat e mëdhaja janë kur një grua ka një zyre bashkë me burrin e vet, edhe për shembull në kohë të namazit gjumas e shet një makinë ose një banesë 50.000-100.000 euro. Këtu e kanë urrejt ulemaja. Kanë urrejt edhe kanë thonë, domethënë pranohet, por është e urrejtur për atë personin që e ka ble, nëse ai, harrova ta përmendi pak më lart, nëse personi që vjen me ble e ka obligim gjuman. Nëse e ka obligim, domethënë gruaja po shet pica, ose po shet market, ose po shet banesë, ose por personi që po vjen me ble, ai ka obligim gjuman, pa ai s'ka shku në gjuman. Nëse janë marrëveshjet mëdha, është mirë kjo grua mi thon atë që ka prit kur vjen burri, domethënë masi të kryet gjumaja, bëhet kjo marrëveshje. Nëse janë shitblerje të vogla, atëherë i lejohet në market ose në pizzeri, ai që s'ka shku në gjuma blersi, ai ka gjunajnë për vete. Ti si shitse, gruaja nuk ka kurfar problemi. Edhe aty që thash prit, derisa të vjen bashorti, nuk e kam qëllim që me i thy normat fetare, dhe ai mul aty me gruën e huaj, me nejt e tjerë. Normal, ajo pikë nuk po du me diskutu se është e ditur. Por është mirë, marrëveshjet e mëdhaja, nëse ka gruaja me palë, që ajo pala e ka obligim gjuman. Në këtë rast, ulemat kanë këshillu që gruaja me i thonë prit derisa të vjen bashorti e ka për qëllim deri të kryet gjumaja. Që ajo marrëveshje mos me pas hise të diçka të urrejtur në ta. Për ndryshe, parimisht, a me punu në pizzeri, në market, po i lejohet gruas me shit mrena normave islame, pa problem.